أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Lutë Allahun që të na i pranoj ibadetet e kësaj jave, në veçantë ditës xumë, na i pranoj duat dhe na i fal mangësitë dhe mëkatet. Allahumma amin. Vazhdojmë me mësimet nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me radhë kemi rastin kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte urdhënu Hudhejfen me shku me marrë lajme nga armiku në betejën e Hendekut. Të dashur vëllezër, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, disa djemtri kur kanë lindë në islam, do tjerë kanë pranu islamin, poshtë e naltë, edhe elhamdulillah janë udhëzu, por nuk e kanë njoft realitetin në për të cilin ka kalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me atë gjeneratën e vetë, po e quajt gjeneratën e artë, që e kanë pru shtetin deri aty ku ka ardhë, ku këta trit pastaj e kanë marrë të gatshëm. Edhe zakonisht kanë fillu pastaj disa prej djelmoshave të ri, edhe thot njëri prej tyre për shembull Ibrahim ibn Tejmi, thot kam qenë me babën tem te Hudhejfja, edhe ka ardhur thot një burr si duket që s'ka përjetu vështirësi, populli thot një fjalë popullore, nuk po du shumë me u ka një pa edukum në fjalë, një djalë, një person i cili nuk është ul në prush kurr. Edhe mendon që jeta është me filmat e Bruce Lee's edhe Rambos, apo kupton? Edhe ky kur ka ardhur aty i ka thonë Hudhejfës, tisha konë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çka kisha me bë unë? Edhe në vend trimnit ky edhe me kepa, vjen me gjujt në vend bombave edhe me i myt armikun e tjerë. Ky ka dhënë shumë fjalë të mëdha, Hudhejfja ka kqyr, edhe ka bë seri me ta. Edhe ka thonë, o vlla, mas ka thonë, mos fal. Mos fal se vallahi mi kon kohët pejgamberit alayhi salatu wassalam që kanë kalu ditë edhe ne çat vështira sa se kena ditë vetën ku jemi. Na ka hupu udha në barë. Thot, po ta dërgoj një prej rasteve kur kemi qenë në betejën e Hendekut, ku janë mbledh të gjithë fiset bashkë me kurejshetët, në krye me kurejshet, me mija vetë, edhe kanë arë me shkatru komplet Medinën, edhe me mytë një herë për gjithmonë pejgamberin alayhi salatu wassalam, ku Allahu xhaleshanu ka përshkruar në Kur'an, edhe ka përmenë se çka ka qenë e vështirë ajo betejë ose ato ditë kanë qenë vështira. Sa thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, edhe zemrat e tyre kanë rrejë qatë shpet ose me shpejtësi të madhe, sa gati sa nuk kanë mrinë te fyti, kur njeri jep siklet, bum, edhe frymësën merr mirë. Edhe mirë po kanë pas mendim mirë për Zotin. Përveç munafikëve në Medinë që kanë thonë, a kjo është ajo që na ka premtuar Zoti, a? Muslimanët kanë thonë, kjo është ajo që na ka premtuar Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbajnë premtimin. E kanë ditë që fundi ka më kon khair, ka më kon mirë, ka më kon bereqet. Edhe munafikët kanë menuar që e mira vjen veç tunajt. E mira vjen pa u lodh. Asgjë prej arritjeve nuk ka asnjë arritje pa kosto. Pa dhon diçka nuk merr diçka. Nuk mundet ai milioneri që është batje milioner ti me shku ose une edhe me pa ata similar me thon ti shakon edhe unë si ky. Jo, ti që shetu ne, që shetu fjet ti nuk bëj si ai. Ai ka kosto, ka dhon ai diçka për me mrinj aty. Edhe fitoria duhet me dhon diçka, duhet mu lodh dikush për me mrinj. Dikush pasuninë, dikush jetën, dikush familjen, dikush ato për me mrinj ti çto. Edhe për me dal me urrej analistët e Sugjukit në për emisione, në për debate, si fëmija. A dikush ka dhënë jetë, sot ata me kallëzu që janë shumë të mëshëm dhe dinë më rrejnë njëri me tjetrin. Jo.
Sa do kallaj me shit trimni vlla me vlla. Ama kur e kon koha e burrave, munafikët dyftyrëshat kanë ik. E çatër Hudhejfës kanë ardhur çdo të djemtria dhe i kanë thonë ti shmikon në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishme me bë. E dim na ç'është kishit me bë ju. E dim. Na kemi thonë çdo kush i cili në luftën e Kosovës i ka pas 18 vjet e ma shumë, unë 18, ti thuj 16, ti thuj 14. Pse? Një 4-15 vjeçar mos muft me luftu është njëri pa përgatitur, mundet me bë punë dytësore, ka mujt me bë dytësore punë. Ka pas 18 vjet e përpjetur dhe nuk ka marrë pjesë direkt. Mos të shete tash trimni. Mundet me thonë Allah i shpërbleft krejtve, neve, juve, ata, këta, krejt. Ama me mshit tash burnime, kanë me vllane vet. Që shohim na, e me vjell vnerë. S'është koha trimnis, është koha bashkimit, e vllazënillokut, e mirëkuptimit. Ama kur hyn lakmia, edhe munafikia, nuk ka aty bashkim. E zakonisht dyftyrsh ata që s'ia dojnë vatanit mirën, mundohen me shfrytzu vatanin për interesa personale, thjesht. Betohem në Allah për këtë që e thash. Për ta, çdo sen është i mirë vetëm sa kanë interes. Momentin që s'kan interes, s'është i mirë. Ata nuk janë të gatshëm me sakrifikuar asgjë. E kështu i kanë thonë do Hudhejfës, ti shmikon na. Thotë o djem, rrini se na i mikon, e kështu kemi pas siklet. E kështu kemi pas vështirësi. E po i tregon, tha, njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zgat beteja, fryke era, ftofti madh, kret të nirë sahabët, të dridh, të i thuj dhamët, për ftofti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para ushtrisë ti, kush shkon, tha, të armiku, me marrë lajme edhe me na i sjell gjendjen e tyne. Lajme me marrë. Edhe po këqyr asnjëri s'po bën za. Para mendo, jemi të fol për gjeneratën më të mirë. Në fytyrë të tokës prej Ademit alayhis salam deri në Kiamet. Mos mundohet askush më u kon më i mirë se sahabët, më burr se sahabët, më trim se sahabët, më i përkushtuar se ata. Mos mundohet. Tha s'po bën zon kërkush. 3 herë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mos harroj, kush shkon me marr lajm edhe me masjell prej armikut, me shku te armiku, tha do ta vendos Allahu me mu bashkë në xhenet. Ka më kon me mu në xhenet bashkë. A jeni të kuptu çfar shpërblimi dhe vlere sahabët për çka kishin shku në betejë? Për çka kishin pranuar Islamin? Për xhenetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot sigurt kush shkon e merr lajme, mbien lajme, Allahu me mu ka me çu në xhenet bashkë, ka më kon me mu. Ata për çato po luftojnë, për me fitu xhenetin. Por ishte situata asisoje, sa nuk merrte kërkush guxim. Plus u kuptuan nga thënia e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush shkon dhe mbien lajme, do të thonë ka më shku sigurt, ka më kthy sigurt. Sigurt. Pastaj thot Hudhejfja, Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, "Çu Hudhejfe shkote?" Thot vallahi, veç mo kur ma përmeni emrin pejgamberi alayhi salatu wasalam, s'kisha mundësi me i thonë ju, se pejgamberi çush ju me i thonë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata janë bo kurban, janë fliju, kanë dhënë jetën, veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos më hyni therrën kam, që se gjenerato kanë. Që edhe për gjallë mas dekës nuk e kanë tradhtu idealin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka se kanë tradhtu. Kanë jetu, kanë vdek për çat ideal. Thot, përderisa më përmeni me emën, nuk bon aza. Edhe ishte patjetër për mu më unë nështru, u kry. I thash, urnaja Rasulullah, thash shka me kujdes. Mos të marrin vesh, mos bën asë një zhurmë, asë një atentat ose diqka, edhe masit marrish informacionet që ta mërmenja ke marrë taman, këthehu. Thot Hudhejfja, isha tu dridh,
edhe tu I thuj dhamët, rak, pes ftofti. Ama ftofti me tutën është bashku. Shumë normale ajo. Ai që thotë unë nuk tutëm, ai është njëna prej dy seneve. Ose idealin e ka qaq të madh, edhe ka arrit me mund frikën, ka arrit me mujt, e ka në mrena, po ka arrit me mujt edhe mos më ju nënshtru frikës. Po e di që jam të utut muj me dek, por e ku mund frikën edhe du me ecë për para. Ose I dyti ai që të rrenë, s'kam frikë, s'kam tut, ma thonë, mos thëmë tash unë budalla, se s'po du me thonë ashtu, budalla nuk tutët. Allah e kalon natyrshmërinë e njerit, por dashnia për Allah, në nështrimin ndaj Zotit, ideali, qëllimi, e mund çdo sen tjetër edhe njeri ecë për para, në rrugtimin e tij. Thot, ishte aty hendeku I madh sa ishte problem me kalu. E kaloi Hudhaifja. Shkoj aty, thot, I pash njerëzit, do të fjet, do të pushu, do të nejnë kam, do të folë njëri me tjetrin, do të si roje. Hina, thot, tinza, e pata harkun me vete, shigjetën. Thot, e pash Ebu Sufjanin tek se ja kish kthy shpinën, një zjarit madh edhe po nxej hej, ftoft. Thot, momenti që e kum kalu, subhanallah, hendekun, mu ka ek ftoti. U trimnova, u nxeha, Zoti ma largoj, orë me dorë. Subhanallah, se qëllimi për I Zotë Zotit, edhe u kryj puna. Thot, nuk nisha as ftoft as kur gjë, që ditë që ponartin ata tjerë rreth zjarit. Thot, e mora shigjetën edhe vendosa në hark dhe ja drejtova Abu Sufjanit, krye komandantit të asaj zhurme, të asaj beteje, që mbytja ati do të shkaktonte telashe. Por, thot, e kisha mundësin, thot, mu kujtu fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos bën zhurmë. Mos bën zhurmë. Tha, ktheu me lajme. Po ta bëja një gjë të tillë, ndoshta edhe kishin nxanë, kishin myt. Thot, apete nala edhe vendosa në vendin e vet. I mora, thot, lajmet, por në ato qaste, mushrikët sikur kishin marrë vesh që ka një lëvizje, edhe lëshojnë një za, thonë, mbledhuni të gjithë ose shumica, edhe mlidhen. Po qash të rimadh sa nuk për e njohin njëni tjetrin, në fytyrë. Edhe, thot, u afrum njëri me tjetrin, ata kanë shtin midis, pa ditë që ky është armiku. Thot, po thot njëni prej tyne, në mesin tonë sigurt është dikush, një shpion ka hi, me marrë informacione, po e ndjem, por nuk e dim kusha. Se cili le ta pyet shokun e vet që ka afër, mund njoftu kush është apo njihni njëri tjetrin. Thot Hudhaifa radiallahu anhu, aq isha I shpejt, sa thot ati që ishte ndjath themin ja ka pa dorën, I thash, kush jeti? Tha im tha, filan fisteke. A, mirë. Thash, mos je shpion. Thot, kur I thash kështu, a I mo nuk më byti mu, se qaq bindshëm ky ka thonë, se ka menu që kjo është I tyne. E thot, u qetësu situata, pastaj thot, u ktheva te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur është kthy te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, I dërguar I Zotit, I mor informacionet, I mor lajmet për ta, edhe thot e pa që aty një ka humbur morale, edhe s'kan mundësi më me vazhdu shumë gjatë betejen ose rrethimin. Edhe thot, masi I tregova, thot, në atë moment mu kthy prap I njëjti ftoft. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e heki gjybën e vet, e vendosi mbi mu, më tha flaj, më shtrini dikun. Thot, u nxeha pak ma gjybe, edhe fjeta aq qetë, sa kur erdh namazi sabahit, më tha, qu gjumash, se ka ardhur sabahi, vakti. Thot, u qova edhe I pushum, edhe I nxehen. Dyat edhe me mision të krym. Pra, kjo ngjarje, ky tregim, e para sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam si një udhëhec, një komandant që ka ditë me bashku mes asaj shpirtërorës edhe asaj, po quaj kështu, fizikës. Edhe sjellja e tij, edhe ka ditë mi lexu njerëzit kujt cilën detyrë mi ia dhon. Hudhaifja
zakonisht nuk është njoft për veprime ushtarake. Po që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh ata. Hudhaifja ka qenë magazina informacioneve të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Informatat që i ka pas Hudhaifja nga Resulullah kërkush si ka pas. Kret sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, informacionet që kanë me ndodh, që Allah e ka informuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam për të ardhmen, kush është munafiku, kush është dyftërsh, kush është kret informatat i ka pas Hudhaifja, po kur nuk i ka zbulu ato që ka sekondasht me zbulu, përveç Omeri njerë ka pyet radiallahu anhu, i ka thonë për i zatë Zotit, për i zatë Zotit, për i zatë Zotit. Në kalza, a e ka përmen emnin tem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesën e munafikëve. Vllazni, kjo është për me në mërzit neve se në çfarë pozicioni jemi na, në çfarë komoditeti kemi hy, ku Omeri po tutët për vetën e vetë mos o munafik, e unë bashkë me ty, nuk e dhja në shkon menja në herë me thonë, a jam të i ban punë për i zatë Zotit, a jam munafik. Jo për me u demoralizu, por për me e logarit vetën para se me u bon vonë. Me këqyr vetën her pas here, api bëjmë për i zatë Zotit punë, a jo. Edhe Hudhaifja e thëtë pasha Zotin, ja ku më dhonë besën pejgamberit alayhi salatu wasalam që kërkuj nuk i përmeni këto gjana, por mas i mbon e be, për të regoj që tyst ka përmen pejgamberi alayhi salatu wasalam mesën e munafikëve. Omeri falenderën Zotin. Pastaj Omeri ka qenë i mençur. E shikante Hudhaifja cilët prej medinazve, pi ja fal namazin e gjenazës, ja falte edhe Omeri. Cilët nuk ja falte Hudhaifja kur vdiste dikush, Hudhaifja s'pja fal, se ka fal edhe Omeri. Kur kanë pyet pse, ka thonë ky i di kush është munafik. Përderisa ky s'pja fal, munafik është, ai edhe unë s'ja fali. E kupton, Omeri sa larg ka gjujt, ka kuptu. Gjithsesi, ky është një prej tregimeve se si Resulullah sallallahu alaihi wasallam është sjell me sahabët, por edhe sahabët me ta. Prandaj nuk bëhet vet. Darsma nuk bëhet pa dasmor. Lufta nuk bëhet pa ushtar. Kjo është e ditur. Shkolla nuk bëhet pa nxënësa. Shteti nuk bëhet pa burrat shtetit, me munafika, me hajna, me idiot. Po them me plot vetdije dhe përgjegjësi kur tham kët. Nuk bëhet me hajna që shkojnë, apo kupton edhe ka marr fund në një vend që thot dikush unë se bëj këto, unë e bëj ato dhe çohet për e han si më hungur një çebap, apo kupton fjalën e vet, hiç se kanë gale dhe i thu nesër edhe kesh. Përpara na e kena ditë që njerëzit që vjedhin nuk bëjnë as për zot shtëpis më kon, i zoti shtëpis nëse vjedh. Familjen e vet, pasunin, dirsën e vllaznive të babas, se kanë lënë zot shtëpis. Njeri ta vjedh shtetin e thotë korrupsion, domon janë rënë emrin sa tip që ditë shkon kjo. Nuk bën, nuk es përpara. Njeri që thot një fjalë nuk e man një premtim një herë. Një herë nëse të bjen autoriteti, një herë kanë zonë të rrejt, u kry mo. Këtu për ditë bën rrena. Njeri cili shkon, apo kupton nuk e man seancën e parlamentit, edhe shkon u kry janë të dalë njerëzit, shkon në nënshkruan aty për me marr 50 euro. A ditë sa gjefsi ult kjo është? Pa marr parasysh që shka emnin. Pse na po flasim? Na po flasim se kemi 17 shkurtin, e kemi ditën e pavarësisë, që çohemi apo kupton edhe në izgatin e veshët që ta patriot me bataria. Tu qit flamuarët, tu qit statuse, po ti o marrë me qit. Ti në momentin që të ka zonë kamera ty në nënshkru, ti mas vaktit. Mas jo dalë për një 50 euro, ti du të me lanë me dhonë dërheqe. Nëse ki ftyrë pak. Pa marrë parasysh që shë ki jamnin, pa marrë parasysh i cilës partije, ti e i këti popull, i këti vene. U kry puna. Kupton, qëta nuk e mbura qëtetit. Mos prit ma mirë, kush... Vllazni, jemi të folë për diçka që është, njerëzit kanë vdek, kanë dhonë gjakun e tyne, nanat ka 4-5 fëmijë, hala dalin të dera a borit, se dina zvorin ku e kanë. Që është edhe vjedh shtetin tanë? Të është edhe mashtron rren. Ne mund ku i banë këto? Edhe munohet aty me pështelu. Pasha Allahin.
kush i merr 50 cent, me hajnia, i merr edhe 5.000 euro, edhe 50.000, edhe 5 milion. S'ka lidhje. E ka bo kabull haramin. Çka? E ka bo kabull haramin. Edhe na nuk duhet me hesh kërkush. Se kjo veni joni, kjo shteti joni. Na kret kemi hise këtu. Momentin që distancohemi, ku jalom? Jalom të keqit. Në Islam besueshmëria e individëve është aq e shejt, aq e rëndësishme sa kur janë transmetuar hadithet, për me kqyr sa besnik njeri kanë shkuar kanë qyr çysh sillet me lopët e veta, me delet, me kuvalt e vet, o vllazni, me kuvalt. Sot ti ki njeri i cili ka këçpërdor gratë të dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, qoftë moral, qoftë pasuni, po. Ka shkru kinë se pja jep ndimat, i ka marrë për vetë ndimat. Ka shku njeri në kone e moqme, kur janë transmetu hadithet, kur është rujt këtë din i pastër, nëse ka shku, e ka marrë rëbën e vetë, edhe e ka bo kalit, ose lopës, ose në këtë forme, kinse ka diçka ndorë, kinse ka, pa pas kur gja. O këtu njëri ati personi si ja kanë pranu mo hadithet, kur? Ka ra pi besueshmëris. Ka ra prej besueshmëris. Pse? Thot ky sa besnik. Ky kur e rran lopën, kalin e vet, devën e vet, ka më në rran dhe neve. Tan jetën ma unë kryj filmi që ati. E kupton? Sot është në gjendje ty me thonë, 2 javë përpara, 1 muj përpara me t'i thonë që premtim ku e di qka, pas e me thyj si asgjot, si me angër një amëlsin. Ti vazhdon. Nuk mahet kështu, nuk bën senet kështu. Andaj kanë sakrifiku, kanë dhonë çdo sen, për me marë pak ose mësë me marë asgjë, për të mirën e përgjithshme, për i Zotë Zotit. Vazhdojmë me hadithin tjetër, se për këtë temë mas edhe kemi afër 17 shkurtin, dhe ishta më lidh me këtë, por pa e lajmë për ma vonë. Vazhdojmë me tjetrën, thot Imam Tirmidhiu, se njerë pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka pa një sahabi, Ebu Zeid ibn Akhtabin, thot, më ka pa si djalë të ri, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe me një transmetim, thot, ma ka limu kokën, me një transmetim ftyrën, edhe ka bo dua. Nuk përmendet çfarë dua ka ba, por ka ba një dua si duket për bereqet, për ymër dhe për jetë. Edhe thot, ky person nga bereqeti duas pejgamberit alayhi salatu wasalam, Zoti ka dhënë ymër, ka jetu 120 vjet. Pra, ka raste kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bë dua për njerëz të caktuar. Njëri prej tyre ka qenë Enes ibn Maliku, pastaj ka pas prej sahabëve që kur e ka prek kokën e tyne, ajo pjesa e kokës ku ka prek dora Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është thënë. Domethënë tani jetën kanë met gishtat nga bereqeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu për Enesin kur ka bë dua, mjashtu pasuninë dhe mjashtu pasarësit, Enesi ka jetu për 90 vjet, edhe ka pas aq pasuri dhe pasardhës sa nuk ka mujt me majt men prej numrit të madh të pasardhësve. Pra, bereqeti Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe fizik, po edhe në pasim, padyshim që është i rëndësishëm, e në pasim do të thonë me i njeh mësimet e tij. Me i njeh mësimet e tij. Nëse dën me pas bereqet, për shembull në shtëpi, na kemi raste kur na ankohen shumë familje, ose s'kan bereqet, ka u bereqeti, edhe një men kur ta analizon 3-4 rroga, i qet matematikat lapsin, ai duhet me palu diçka, pa ai s'u palon kur gjë. Përkundrazi janë me borxhe. Pse ka u bereqeti? E për me këthy bereqetin duhet me pasu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Me pas, një prej tyre është, Allahu më koni knaqen me qatë shtëpi, në atë shtëpi më ngu Kurani, në atë shtëpi më fal namazi, në atë shtëpi me ditë kush është Zoti i shtëpisë, në atë shtëpi mu pyet njëri, nuk po them me pas diktaturë, po me pas rregull. Ka dallim diktatura për rregullit. Me pas rregull, secili djalë, secila vajzë, rrogën me majt për veti, ja, nuk ka bereqet. Me ditë kush ku po shkon, kur po vjen. Me hangër buk bashk, me hangër me dorën e djathtë, me ushqy familjen me halal, me bon bismillah, me nejt.
me pas mirë kuptim njëri me tjetrin, me u fal farzët, me u fal sunetet, me u ngu Kur'an, me pas respekt për madhjetrin, për babën, për nanën, çto sillet bereqeti. Prandaj këta kur e kanë të njek Resulullahin sallallahu alaihi wasallam me çdo sanë sjell bereqet. Largohen edhe smujet. Pashallahin po. Subhanallah. Edhe hadithin tjetër me radh thot njëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon Ibn Omerit, djali i Hazreti Omerit, tregon se si njëherë baba i vet e kishte vesh një setër, edhe ajo vizllojke ajo setra, u taku Hazreti Omeri, pra u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha i dërgumi i Allahit, Omer, këtë setër, këtë këmish, a e ki 3, a është e përdorne, dhe më thonë, e ke la. Tha jo, nuk është e reja, Rasulullah, po është duk si e rej. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani dua. E kjo duaja është sunet me u bën kur besimtari e vesh një rrobë 3, edhe tjetri e shet që ka vesh një rrobë 3. Do të thonë, duhet me thonë, gjithmonë ta mundsoft Zoti me vesh tesha 3. Gjithmonë ta mundsoft Allahi me jetu i lumtur. Edhe në fund që kjo që si pëlqen shumë njerëzve, Allahu ta mundsoft me dek shahid. Ilbis jadiden wa ish hamiden. Vesh gjithmonë tesha 3. Jetofsh i lumtur edhe rafsh shahid. Kjo s'na kona. To s'na kona. Se na dujon e kena nëreq, edhe ahiretin e kena harru. E tash, kur ta bën që doa sa ervesh edhe i thu, të thot dikush, edhe vdek shahid, edhe ti thu amin. Nëse vjen masajna puna për me ra shahid, nuk e ki gale. Prandaj besimtarët e këti veni, ti vatani, kur e kon koha për me ra shahid, kanë ra shahid. Edhe hitë që në tutë, edhe mas luftës e kanë qelgojnë edhe s'kanë bon lang në për analiza politike. Nuk e nëshit trima kur o kry koha trimnis. Atëre ju ka ardhë koha munafikave mu shit trima. Se kur ti thu vdek shahid, a i thot unë e vdes për këtë vatan. Se e mësën fëmin pe i vogël mi thonë ti me ra shahid, ama me ra që shduhet, jo me ra shahid për budallakit e grupacioneve, të sekteve, të idiotve, që i kesh përdorin djemëtëri. Jo, kjo ka dalim. Kjo ka dalim. Prandaj edhe kur ka më kanë edhe gjithë kur ka më kanë nevoja, ky umet ka me pas burrat cilë kanë me ra shahid, për me mbrojt atë dheu në ty në vatanin, po edhe për me jetu faqebardh, edhe me i shërby venit. Pra, kjo është duaja që gjithmonë ta mundsoft Allah me vesh rroba 3, tesha 3. Allah ta mundsoft me jetu i gëzum, e i rahatum, edhe nëse vjen puna Allah ta mundsoft me dek shahid. E me dek shahid është vlera ma madhe që Allah je kalon fytyrë tokës për një besimtar. Vlera ma madhe, domthon pejgamber është, s'ka mo pejgamber, kanë u kry pejgamber, s'ka. Mas pejgamberve janë siddiqun. Siddiq i thuhet çdo njeri i cili ka mri gradat më të larta të besimit në Zot edhe të njohjes Allahit. Këta ma sakta janë për qëllim dietar të cilët e jetojnë Islamin, e besojnë Allahin, janë afër Zotit, janë afër mësimeve të fesë, në mënyrë të pa imagjinueshme, nuk mundesh me i perceptu sa afër Zotit janë siddiqun që i kanë besu edhe janë lidhë me Allahin qashtu që është mas miri. Pastaj vjen shuhada, shahidat, tretit në radhë. E katërta salihun, burrat e mirë. Edhe ata të partë të sinqertit janë burrat mirë, po ata janë nivel më të lartë, jekini, bindja aty në atë që madhe në Zot sa veç ulemaja kanë bërë këta. Prandaj Zoti ka thonë në Kur'an, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Tutën më të madhe e cila buron nga respekti, njohja, dashnia, nënshtrimi, përkushtimi ndaj Zotit i kanë ulemaja. Ulemaja, pejgamberët e kanë pas. Kur Ibrahimin a.s. e kanë hunë zjarë, s'ka pas mundësi Ibrahimin 1/100 e sekondës me dyshu të ndihma Zotit, s'ka dyshu. Mas pejgamberëve janë ulemaja. Që kur kanë marrë alimin me qitë në konop, edhe kanë matë tension gjaku ajo kjo sen, njëjtë sikur se në ditë e përditshme, në jetën e përditshme. Pse? Thot po unë e kam bindje që Allah si dhe ka shku me des.
E këtë bindje me pas duhet iman. Unë dhe ti nuk e kemi. Pak me në kap një flamë, ose kur konë pandemia, ose pak më shtretu çmimet, vërtet zemra lun pak. Lun pak. Pse? Se jekini që kjo bindja. Andaj, me jetu edhe me vdek veç për izat Zotit. Grada më e lartë e një besimtari prej neve është shahid. Sa i vetmi person që ndron pa kufi me pas shpirta, edhe murin gjallë me dek, është shahidi. Ju e keni ngu. Shahidat që kanë rarë këtij populli, ku njëri prej tyre është Hamza, me qëllim po i përmeni këto shembuj në xhami, Jashari, ku djalit vet i thotë nëndër, s'kam dek. Shpesh të vjen baba dhe e shoh këtë ëndër. Na i themi atij ti pe thu të vërtetën. Ti pe thu të vërtetën se Kurani e thotë çështo. Ata që kanë rarë shahid, mos mendojnë që kanë vdek, ata janë të Allahu të gjallë duke u furnizu. Dhe lakmi kënë me pejgamberve normal lakmi, sa të janë grupi veçantë, lakmi që kanë më marrë njerëzit janë shahidat. E ai që ka thonë, ta qëth shokin prit, se ka pas edhe tradhtar, ka pas edhe bashkëpunëtor me armikun, sepse na gjithmonë trimat, na i kena myt vet. Ata që kanë thonë, ditë shfiloni shqyqyru më pështova, e ka marrë dhe kundër të ditë kiametit. Me thonë, ahlu mi ky, pas ka deke, mu miki kjo shansë. Por Allahu i merë kanë, veç të sinqertit i merë. Lusë Allahun që na falët, na uzajt, na përmirsaj. Ata që kanë dekë, Allah im shiraft, Allah i qofë në gjenet. O Allah na fal neve, o Allah na përmirsaj, walhamdulillahi rabbil alamin.